Me ishtë të Zoti, do desha të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë. Jemi në Isaia, faqja 718, kapitulli i parë, nga vargu 24, faqja 718. Prandaj Perëndia, Zoti i ushtrive, i fuqishmi i Izraelit thotë: Po, do të akmerem me kundërshtarët e mi, do të marr ak me armiqtë e mi. Do të vepërsëri dorën time mbi ty. Do të pastroj nga zgjyrat e tua si me sodë dhe do të heq tërë plumbin tënd. Do të rivendos gjyqtarët e tu siç ishin në krye dhe këshilltarët e tu siç ishin në fillim. Mbas kësaj do të quhesh qyteti i drejtësisë, qyteti besnik. Sioni do të çlirohet me anë të drejtës dhe ata që do të pendohen me anë të drejtësisë. Por rebelët dhe mëkatarët do të shkatërrohen së bashku dhe ata që braktisin Zotin do të çfarosen. Atëherë do t'ju vijë turp për lisat që keni dashur dhe do të skuqeni për kopshtet që keni zgjedhur. Sepse do të jeni si një lis me gjethe të fishkura dhe si një kopësht pa ujë. Njeriu i fortë do të jetë si kallamishtet dhe vepra e tij si një shkëndijë. Do të digjen të dy bashkë dhe askush nuk do t'i shuajë. Amin. E falenderojmë Zotin, vëllezër, aleluja, premtim nga Perëndia për të zgjedhurën, për nusen e vet, lavdi emrit të shenjtë. Zoti vërtet, motra, vëllezër, aleluja, ka nisur një vepër të fuqishme në jetën e çdo njerit prej nesh. Kujtoj, motra, përpara 25 vjetësh ne nuk ishim bashkë, ne nuk e njinim njëri tjetrin, dhe Zoti kishte një vepër për të bërë në qytetin tonë. Dhe filloi, motra, vëllezër, aleluja, të vërë në praktikë planin e tij. Dhe një nga një, motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti na mblodhi sipas mënyrës që Zoti kishte zgjedhur për çdo njeri. Dhe një ditë, motra, vëllezër, aleluja, u mblodhëm të gjithë bashkë me vullnetin e Perëndisë. Tash nuk ishte plan njerëzor, nuk ishte plani ynë, por ishte plani i Zotit. Dhe ne, duke parë se si Zoti vepronte në jetën personale të çdo njerit, shikonim që rriteshe vepra e Zotit. Sepse asnjëri nuk ishte kontributi i tij për të bërë një vepër të Zotit, një bashkësi. Por ishte kontributi i Perëndisë, vullneti i Perëndisë, që ne vërtet, motra, vëllezër, aleluja, të quheshim vepra e Zotit. E falenderojmë Perëndin. Zoti hapi kishën me mrekulli duke profetizuar në fillim, vëllezër, aleluja, për qytetin tonë. Dhe vërtet e dimë se si u hap, motra dhe vëllezër, kisha në sajtin një profecie, pamë dorën e Zotit që vepronte, se si Zoti i mblidhte njerëzit pa i lajmëruar askush, dhe përmbushet fjala e Perëndisë: Zoti i shtonte kishës çdo ditë të shpëtuarit. Lavdi emrit të shenjtë. Dhe ne mrekulloheshim në gjithçka që shihnim, sepse ishte përtej mendjes tonë, logjikës tonë dhe fuqisë tonë. Dhe vërtet thoshim, është vepër e Zotit. Sepse dora e Zotit nuk ishte vetëm në disa, ishte në gjithë secili që Zoti e ftonte, motra, aleluja. Bënte mrekulli në të, dhe nuk ishte gjë më të mrekullueshme, vëllezër, se sa të shikonje se si Zoti bënte vepër. Adhuronin Perëndinë me një zemër të përulur, me një mendje, motra, aleluja, vetëm
duke lavdëruar Perëndinë, nuk ishte në mendjet tona asnjë lloj gjaje tjetër veç se mrekulloheshim dhe që të gjithë, pa përjashtim, sakrifikonim motra vëllezër, aleluja, për të qenë në një bashkësi ku dora e Zotit vepronte. Që të gjithë sakrifikonin motra dhe vëllezër, aleluja. Sipas mundësisë që gjithë secili kishte, po kam kuptuar vëllezër që vetëm kur njeriu sakrifikon për të dëgjuar zërin e Perëndisë, vetëm atëherë sheh mrekullitë e Perëndisë. Shpeshherë themi pse atëherë dhe jo tani. Dhe gjithmonë analizoj veten. Pse atëherë dhe jo tani? Sepse atëherë vëllezër kishim gjetur thesarin që askush s'mund të na i merrte. Dhe e ruanim me fanatizmin më të madh, vëllezër, aleluja, këtë thesar. Ishte i imi. Kështu mendonim të gjithë. Është i imi ky thesar. Dhe kënaqësia që ne kishim gjetur një thesar nuk fshihej. Nuk fshihej, aleluja. Dukej në të gjithë njerëzit. Fytyra ndriçonte, motra dhe vëllezër, aleluja. Askush nuk mund të pengonte. Këtë dele që dëgjonte zërin e Zotit. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim dhe më ndjekin. Nuk mund ta pengoj askush, motra, aleluja, qengjin për të shkuar tek nëna e vet. Sepse e dallon zërin. Kjo ndodhi në jetën tonë, vëllezër. Dhe Zoti bekonte dhe Zoti sillte vazhdimisht me fuqi të madhe dhe ne i jepnim lavdi Perëndisë. Dhe Zoti e ngriti, motra e ngriti kishën në qytetin tonë. Një dritë, motra dhe vëllezër, në qytet. E falenderoj Perëndinë për këtë vepër që nuk është njerëzore, por thash filloi me një profeci. Dhe kur filloi me profeci, mbasi erdhëm këtu, motra, aleluja, pam që Zoti kishte këtë vepër. Nuk ishte thjesht një profeci, por ishte një vepër e Perëndisë. Sepse shikonim qatë ditë që u mblodhën dhe erdhën për të folur për Zotin, 5 vetë dëshiruan të t'i jepnin zemrën Zotit dhe në darkë u pakëzuan në frymën e shajt. Të nesërmen 5 të tjerë deshin t'i jepnin zemrën Zotit, u pakëzuan dhe filloi kisha 10 veta në 2 ditë, motra, aleluja. Pa ditur askund, askush, asnjë gjë. Vepra e Zotit filloi. Dhe të gjithë lavdëronim Perëndinë, vëllezër. Dhe që të gjithë sakrifikonim për këtë vepër. Sepse nuk ishim ne, por nëpërmjet nesh, Zoti na kishte zgjedhur që të bënte veprën e tij. Ashtu si ne, motra, vëllezër, gjetëm një thesar dhe e çmuam, ashtu dhe Zoti na gjeti ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Jemi thesar në sytë e Perëndisë. Jemi të çmuar në sytë e Perëndisë, vëllezër, aleluja. Prandaj dhe Zoti vepronte me mrekulli dhe na jepte dhe na jepte. Dhe ne shikonim gjëra që nuk mund të thuhen, motra, aleluja. Ne shikonim gjëra që nuk mund të besohen. Kjo ishte dora e Zotit. Lavdi emrit të Shaj. Dal nga dal, motra, aleluja, filloi xhelozia e kishës, ashtu si në Eden. Në Eden, motra, aleluja, ishte kryeangjëlli që kishte zgjedhur Perëndia. Dhe kur Perëndia krijoi njeriu dhe e vuri në Eden, filloi xhelozia, motra, aleluja. Sepse krijoi njeriu sipas shëmbëltyrës tonë, që të mos u mbas asnjëherë. Dhe xhelozia
E krye angjëllit, motër, aleluja. Sot, Satan e bëri që ta largojë njeriu nga prania e Perëndisë. Duke I servirur fjalën, motër, aleluja, nga Perëndia, por për të vënë dyshim. Dhe vetmja fjalë ishte ndryshimi, motër, aleluja. Zoti kishte thënë njeriu, nëse do të hash nga kjo pemë, ti me siguri ke për të vdekur. Dhe fjala që I tha Satani, motër, aleluja, njeriu të deformuar, ishte vërtet Zoti ju tha të mos hani nga pemët e kopshtit. Vetëm kaq, motër, aleluja, mjaftoi për të futur në mendjen e njeriut dyshimin. Hymë në bisedë, motër, aleluja, njeriu hyri në bisedë dhe tha jo, të vërtetën tha, vetëm nga kjo pemë na ndaloi. Prap të vërtetën tha njeriu, motër, aleluja. Por vetëm një diçka e bëri njeriu që të dyshojë. Kjo s'është e vërtetë. Kur të hani nga kjo pemë, që ju e keni të ndaluar, ju do të bëheni zotër, ju do të njihni gjithçka. Që do të thotë, ajo që tha Perëndia, nuk është e vërtetë. E imagjinoni vëllezër, pak ma ja thot fjala e Perëndisë, e prish gjithë brumin. Sa të kujdesshëm duhet të jenë bijtë e Perëndisë të zgjedhur për të mos toleruar pak ma ja. Pak ma ja sot, motër, aleluja, është s'ka gjë. Ne shohim. Kështu do të ecim gjithmonë. Ne nuk shohim vetëm në kishë. Po, motra ime, vllai, ja kujtohu, kur erdhe në fillim, me zi prisnje të vinje në kishë me dashuri, çfarë ndryshoi tani? Vetëm pak ma ja, motra, aleluja. Zoti na thiri me mrekulli, Zoti na dha frymën e shenjtë, Zoti desh të bënte një vepër me ne, na dha dhunti të frymës së shenjtë, tregoi gjëra të mëdha Zoti në jetën e atyre që thiri, gjëra të mëdha që nuk thuhen. E falenderojmë Perëndin. Por kujdesim, motra, aleluja, për ta ruajtur këtë thesak, pak të më ja, motra, aleluja, nuk ishte në lartësinë e duhur. Dhe toleruam pak dhe u larguan vëllezër. Ata që ishin me frymë të shenjtë, me dhunti, për pak ma ja, motra, aleluja. S'ka ndodhur asnjë gjë, çfarë ka ndodhur, vetëm që s'vi në kishë, për shemb. Fjala. Asgjë tjetër s'ka ndodhur. Zoti kur na zgjodhi, vëllezër, aleluja, falenderoj Perëndin. Na zgjodhi për të mos qenë në kishë, mundej, motra, aleluja. Ti jepte gjithë secilit frymën e shenjtë, dhunti, dhe ti jetonte në praninë e Perëndisë. Por Zoti na dha frymën e shenjtë dhe dhunti për të bërë pjesë të një trupi, që ky trup të rritet dhe të funksionojë si një e zgjedhur nga Perëndia. Dhe ndodhi, motra, aleluja, që u goditën zgjedhur. Dhe ranë, për pak kujdes, vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Kemi thënë dhe herë të tjera. Zoti vërtet I nxorri të gjithë nga Egjipti. Dhe Zoti kishte një plan që do t'i çonte në një tokë të begatë, kur rrjedh qumësh dhe mjaltë. Ky ishte premtimi I Zotit. Po gjatë kësaj rruge, që po kalonin në shkretë të tjera,
Nuk u treguan të kujdesshëm, vëllezër. Dhe çfarë kërkonin? Mirë ishim ku ishim më përpara. Dhe dini çfarë? Shikojini si jetojnë të tjerë. Rreth tyre kishte mbretëri, motra, aleluja. Shikoni çfarë jetë bëjnë ata. Ne këtu në Shkretë të Tire, vërtet e shohim Zoti na flet, Zoti i urdhëronte të uleshin, të qetësoheshin. Zoti i ngrinte dhe vazhdonin marshimin. E shikonin dorën e Zotit. E shikonin se si Zoti ju jepte, ju ushqente në Shkretë të Tire. Asnjë nuk humbi, motra, aleluja, në Shkretë të Tire, sepse po ndiqte Zotin. Në Shkretë të Tire humbën ata që e kishin mendjen në tenxheret e Egjiptit. Ishim mirë atje. Ç'dolëm këtu, çfarë të bëjmë? Në Shkretë të Tire, dhe shumë shpejt harruan shumica, motra, aleluja, mrekullitë që bëri Zoti në ta. A nuk ishin ata që kaluan detin? Në mes të detit, motra, aleluja, u hap deti. Dhe ata kaluan. E provuan të tjerë dhe u mbytën. Nuk mjaftonte, motra, aleluja. Dhe arrim të kuptojmë pse Perëndia këmbënguli në Egjipt, motra, aleluja, të bënte mrekulli, të ngurtësonte zemrën e faraonit dhe të bënte përsëri mrekulli, të ngurtësonte zemrën e faraonit dhe përsëri mrekulli, që të binte popullin e tij për fuqinë e Perëndisë, për Zotin e tyre. Sa i fuqishëm është ai që na ka zgjedhur. Dhe Zoti vazhdimisht, motra, aleluja, bënte mrekulli, bën mrekulli dhe sot në këtë popull. Por thotë, shumë nga ata që e kishin mendjen në Egjipt humbën. U shkatëruan, thotë, motra, aleluja. Është fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja, që duhet ta marrim me seriozitetin më të madh. Sepse nëse do t'i qëndrojmë besnik fjalës të Perëndisë, ai person do të shohë lavdinë e Perëndisë. Nëse do tolerojmë, vëllezër, s'ka gjë, diçka. Zoti është i mëshirshëm. Zoti është dashuri dhe fal. Është vërtet, motra, aleluja, që Zoti është dashuri dhe fal. Por cilin mëkat fali Zoti në kryq, motra, në biri i tij? Asnjë gjë. U shkëput, motra, aleluja, nga marrëdhënia me të birin, sepse gjithë mëkati i botës u ngjit lart në kryq. Dhe çfarë bëjmë nëse ne themi, o s'ka gjë, kaq do ta toleroj Perëndia. Kaq, pak sa kam bërë unë. Nuk ka, motra, aleluja, 50%, po i kalovi mbi 50%, do jemi në qiell, po si kalovi s'do jemi. Nuk është kështu, motra, aleluja. Këto në llogari njerëzore. Zoti na thotë, vëllezër, ma jep zemrën. Zemrën tënde tua. Sepse aty në zemër, motra, aleluja, ka gjithë farë gjërash që Zoti do ta pastrojë dhe do ta mbushë me gjëra të tjera që i pëlqejnë Perëndisë. Prandaj thot bija ime, biri im, eja tek unë dhe ma jep zemrën tënde. Ka dobësi në zemër. Ka dobësi sepse çfarë ndodh? Këto shigjetat, motra, aleluja, kur ne nuk jemi të vëmendshëm, kur nuk jemi të armatosur, kur ne nuk kemi armaturë, motra, aleluja, mbrojtje, siç na thot Perëndia, depërtojnë këto shigjetat të ligut. Dhe në fillim depërtojnë në mendjen tonë, dhe nëse e pranojmë në mendje, e analizojmë, ashtu si gruaja i vërtitesh e pemës dhe e analizonte ç'të jetë. Vërtet, është vërtet. Dhe nuk e dorë i ligu, motra, aleluja. Mere, provoje. Dhe kur ti e provon, a i qesh, motra, aleluja, sepse fitoj. Kurse ne ramë. Dhe të gjithë e dimë
Se si përfundoi motra, aleluja. Njeriu që ra, që mëkatoi, që nuk ju bind fjalës të Perëndisë. Sa të kujdesshëm sot, motra, aleluja, që Zoti na ka dhënë dhe fuqi, frymën e shenjtë, që t'i kërkojmë Zotit dhe Zoti të na japë edhe dituri që spret nga qielli, për të parë gjërat frymërore, jo mishore, motra, aleluja. Mishi thot ka vdekur, motra, aleluja. Për njerëzit që kanë rilindur, mishi ka vdekur. Dhe për të parë gjërat frymërore, njeriu duhet të kërkojë vazhdimisht të jetë në frymën e Perëndisë. Të jesh në frymën e Perëndisë do të thotë të jesh në këtë marrëdhënie frymërore me Zotin, duke lexuar, duke qenë në lutje, duke i kërkuar Perëndisë të zbulojë këtë marrëdhënie me Zotin, sepse nuk mundet njeriu mishor të kuptojë dot gjërat frymërore. Nuk i pranon dot, motra, aleluja. Të fillojnë më dyshje. Kur jemi në frymë, e ka thënë Zoti, largohet çdo gjë, motra, aleluja. E ka thënë Zoti. Dhe unë i besoj atij. Shporu Satan nga mua. Dhe Zoti, vëllezër, vërtet ka nisur një vepër të madhe edhe në qytetin tonë. Është vërtet çmimi i madh, motra, aleluja, të lësh çdo gjë dhe të vish të dëgjosh fjalën e Perëndisë. Po është çmimi i madh edhe të vish dhe të ulesh në vendin tënd. Është çmim, sepse Zoti na tregoi që në vendin tënd është Jezus Krishti që të pret. Amin. E falenderojmë Perëndin. Asnjëherë, motra, aleluja, mos e lër Jezus Krishtin të presë në vendin tënd. Ty të pret. Mua më pret. Prandaj duhet, vëllezër, Zoti ju tregon fëmijëve tan. Zoti i tregoi Mikaelit që unë jam aty. Dhe flas me gjithë secilin. Po këtë që po them, Zoti i tregoi Aleksit që unë të pres në vendin tënd. Ty po të pres. E kuptoni, motra, aleluja. Duken kështu gjëra të vogla, vëllezër, aleluja. Por këto janë gjëra të mëdha që ne vërtet të kuptojmë që kjo thirrje është hyjnore. Është nga Perëndia. Dhe është çmim për mua, për ne të gjithë. Që Zoti na ka dhënë mundësinë për të qenë, motra, aleluja, në praninë e Zotit. Që unë të vi dhe të flas me Zotin, motra, aleluja. Lavdi emrit të Shenjtë. Po thot Zoti, motra, do të akmerem me armiqtë. Dhe Zoti do të luftoj vërtet, motra, aleluja, me të gjithë ata që bëhen pengesë. Me të gjithë ata që përpiqen të rrëzojnë. Këto janë frymra, motra, aleluja. Nuk janë persona, frymra që hyjnë në personi dhe nëse ne e tolerojmë të hyjë, ai do të na përdor. Prandaj do shumë kujdes, vëllezër, aleluja. Rini zgjuar, thot Zoti. Të vëmendshëm. Do ta vë përsëri dorën time mbi ty, do të pastroj nga zgjyrat e tua si me sodë dhe do të heq tërë plumbin tënd. Ky është qëllimi dhe vullneti i Perëndisë. Megjithëse kanë ndodhur të gjitha këto gjëra, thot vëllezër, asnjëherë Zoti nuk e heq dorë, motra, aleluja, së dashuri, së kërkuari prezencën tënde. Do të rivendos gjyqtarët e tu, siç ishin në krye, dhe këshilltarët e tu, siç ishin në fillim. Do t'i rivendos përsëri, thot Zoti, ata që të drejtonin, që të jenë të fuqishëm përsëri. Dhe do të ecësh, sepse është vullneti i Perëndisë. Askush, motra, aleluja, nuk mund ta mbyllë atë që ka hapur Zoti. Askush. Çfarë do lloj gjëje të bëjnë, motra, aleluja,
Dhe Zoti na i ka treguar të gjitha gjërat. Gjithçka. Edhe që ndodhen. Por s'mundet, motra, vëllezër, aleluja, atë vepër që Zoti ka hapur, dikush ta mbyll. Ka hapur Zoti. E rëndësishme është të arrim të kuptojmë ne dhe të qëndrojmë ne, motra dhe vëllezër, aleluja, deri në fund për të hyrë në tokën e premtuar. Të lutemi, motra dhe vëllezër, ne vazhdimisht që Zoti të luftojë armikun, që çurin ton, motra, aleluja, njerëzit, vëllezërit, të kemi në lutje që të gjithë e falenderojmë Perëndin. Dhe Zoti do ta bëjë, sepse kjo është një provë e madhe, vëllezër, për të gjithë ne. Zoti tha, vëllezër, me frymën e shenjtë, do të shoshit, që do të thotë, çfarë ke mësuar deri tani? Do kalosh në një provim. Çfarë ke mësuar deri tani? Është shoshë, vëllezër, aleluja. Dhe gjithse cili, kush do të qëndrojë në këtë shoshë? Zoti na thot në fjalën e Perëndisë, vëllezër, varet se ku kemi ndërtuar. Jo si, ku kemi ndërtuar. Ndërtesa duket nga jashtë e bukur, motra, aleluja. Flasim për Zotin, shumë gjëra, dimë shumë gjëra, askush s'mundet, motra, aleluja. Por ku ke ndërtuar? Sepse njën na jep Zoti shembull ndërtoi në Krisht dhe një tjetër ndërtoi në rreth. Dhe kur vjen ora që del përroj dhe godet ndërtesën, që frynë erërat dhe godasin ndërtesën, që të dyja ndërtesat goditen. Nuk thot njëra do godit, njëra jo. Jo, të dyja do goditen, thot. Por ai që ka qëndruar, që ka themel, shkembin, Krishtin, ai do të qëndroj, thot. Ai që ka ndërtuar në rrë, demi është shumë i madh, motra, aleluja. Për atë njeri që ka ndërtuar në rrë. Janë dy gjëra të ndryshme, vëllezër, ndërtesat janë njësoj. Por janë dy gjëra të ndryshme në sprova, njeri qëndron dhe njeri shkatron. Para se të vinin prova, shtëpi shumë të bukura ishin, motra, aleluja. Kush e di ku ka ndërtuar dhe si i ka themelet njeri dhe tjetri? Shtëpia duket e bukur. Kur vjen prova, motra ime, goditet, atëherë duket sa themel ka. Çfarë ka ndërtuar? Rash. Duhet, motra, aleluja, të kuptoj ku kam gabuar. Që të ndërtoj varkën time, duhet të mos toleroj asnjë lloj përqindjeje gabimi. Sepse imagjinoni nëse do toleronte Noe në 1% gabimi nga ato çka porosi i kishte dhënë Zoti, nuk do kishte shpëtuar. Një vit ju desh në ujë. Një vit. Është shumë e rëndësishme, vëllezër, aleluja, që ta shohim fjalën e Perëndisë dhe ta vëmë në praktike, ashtu siç thot Zoti. Dhe nëse nuk mundem, lutja është për të marrë fuqi dhe për të ardhur vetë Zoti dhe ta bëj këtë vepër. Por kjo ka të bëjë nëse ti dëshiron. Nëse ti e thret Zotin ndihmë, ai është pranë teje. Ai është gjithmonë pranë teje, sepse thotë kur nuk kam për të braktisur. Deri në minutën e fundit Zoti është pranë teje. Dhe pret, motra, aleluja. Do të rivendos gjyqtarët siç ishin në krye dhe këshilltarët ashtu siç ishin që në fillim. Mbas kësaj, ti do të quhesh qyteti i drejtësisë, qyteti besnik. Mbas kësaj, ti do të quhesh qyteti i drejtësisë, qyteti besnik. Besnik, motra, aleluja, i Zotit që e rivendosi. I qëndrojmë, do t'i qëndrojmë besnik, motra, aleluja, Zotit
që na thirri, sepse asnjë nga ne nuk erdhi nga vetja, erdhi nga Zoti. Mbyll çdo gjë, motra, aleluja, që të mos depërtojë asnjë gjë në mendjen tonë. Mbylli të gjitha gjërat të hapura, të çara, motra, aleluja, që mos hyj del për thotë dhe të prishin gjithë vreshtin. Vjen pa e kuptuar, motra, aleluja. Prandaj do shumë kujdes e qëndruara në fjalën e Perëndisë. Sioni do të çlirohet me anë të drejtës dhe ata që do të pendohen me anë të drejtësisë. Aleluja. Zoti do ta bëjë këtë vepër, vëllezër, falenderojmë Perëndin. Prandaj keni gëzim në zemrat tuaja. Keni gëzim që jemi së bashku, që adhurojmë Zotin, motra, vëllezëra, që emri në shkruar në librin e jetës është gjëja më e rëndësishme, të përpiqemi që këtë emër ta mbajmë, motra, vëllezër, aleluja, ashtu siç erdhëm në fillim. Ashtu dhe ta përfundojmë, motra, aleluja, lavdi emrit të shenjtë. Sepse ata që e ruajtën fjalën e Perëndisë, Zoti ka hapur portën e qiellit. E falenderojmë Zotin. Zoti ta bekojë këtë fjalë.